sipërmarrje simpatike, Adriana Kalaj nuk mund mungonte, nuk e di, ti shkon më shumë atje se këta që kanë zyrën aty brenda. Është e vërtet? Është e vërtet. E kemi qef? E pranoj, jo se kam i qef. E do i zyrë aty? E kam, jo, nuk e dua një zyrë aty, unë e kam detyrim që të bëj detyrën time, si qytetare, si avokate, ndërkohë që edhe vetë Dumani, me atë humorin e zimbrëm, mos kalojmë këtë koment. Jo, kur e pyeti Tedi Blushi për kallëzimin tim, se në fakt aty filloi acarimi. Po unë nxev. Aty unë nxev goxha, sepse ju mbyllëm mikrofonit Tedit nga Ulsiu i dosjes 184, sepse akuza ime është konkrete. Unë i them, më nxirr ku është kallëzimi im penal. Është e thjesht fare. Tani ai kalon deg më deg dhe tha një fjali, sepse këto mundohen të kopjojnë atë tutorin e tyre, Edi Ramën, po janë shumë larg se nuk e kopjojnë dot, sepse sado fotokopjo e shëmtuar del, sido që tjetë. Dhe tha, atë punë ka Adriana. Do me thënë mua nder më bën, sepse unë këtë punë do kem, deri në fund. Siç tha dhe një grabitës i njohur, puna ime është arratisim, puna juaj është pëmbani. Gjithashtu, një tjetër personazh me një historik dhe me një kurbë zhvillimi të ngjashme është Elton Qyno. Mirëmëngjes, Qyno, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se të gjithë. Në këtë temë do flasim për Dumanin, ose siç e njohin çunat e regjison, për Faleminderit shumë, regjia, jesh shumë e mirë kur do jeni në formë. Çështja është çfarë tha dje Altin Dumani në fundin e 3 viteve të tij, Qyno, fjala për ty. Së pari nuk e dija që kishte të vërë një nofk, pikërisht në... Po, kështu e trasim. Jo, çdo ditë kemi një nofk të re. Varet nga humori që kemi për muzikën. Atëherën, dje ka që një seancë maraton, përsa i përket raportimit të njerëzve të drejtësisë, dhe si thua qershia mbitor ishte pikërisht raportimi i kreut të Spakut, zotit Altin Dumani. Them qershia mbitor sepse gjithë vëmendja e publikut politike, por edhe vëmendja mediatike është pikërisht në raportimin dhe statistikat, por edhe në situatën e mbërvajtjes së institucionit, që ai prezantoi përpara anëtarëve të komisionit parlamentar. Sigurisht që pati situata që nuk ishte fort mirë me përgjigjet, nuk ishte shumë precis, përsa i përket disa situatave cilat deputet të majorancës, por edhe deputet opozitës e nga cmuar me pyetje. Pa diskutim që në 3 vjeçarin e tij ka pasur një frym ku shpesher është prezentuar si një algoritëm për të quar më përpara punën e Spakut, ndërkohë që këto nisma ligjore që janë marrë me kërkesa quar gjykatës apo me situatat të ndryshme, në shumë raste kanë sjell një jo dështim total, por një situatë që nuk e kanë nxjerrë mirë Spakun. Tash nëse do të marrim, ne kemi që tek inserti juve tek dosja me Gonigal. Te dosja me Gonigal janë bërë vetëm disa veprime, që është një çështje që ka nisur kryesisht. Po, s'po e ndihmojnë ndërkombëtarët thotë. Kryesisht ka nisur kryesisht, sepse skandali ka filluar qysh në Amerikë. Po. Dhe këtë skandale ka zbuluar vetë FBI për arsye sepse një ish agent i saj ishte implikuar në veprime korruptive me eksponent të shërbimit sekret rus fillimisht, dhe më pas dolën eksponentët e ish sigurimit shtetit, dhe që më pas kishin ndërvepruar me zyrtarë të lartë të qeverisë shqiptare, me qëllim korruptimin e një zyrtari apo i zyrtari të BIS, dhe fakti që kjo çështje nisi me vonesë për shkak të presionit të opozitës dhe presionit mediatik, se duhet ta themi që edhe këtu është bërë mjaft presion që prokuroria e posaçme SPAK ka nisur një procedim penal, dhe fakti që për të çështje janë pyetur 3 apo 4 persona, si Dorian Duçka, por edhe Agroneza, pa dyshim që çështja ka ngelur vetëm këtu dhe nuk ka ecur më tepër. Ne po flasim këtu që s'po na sjellin, ai tha që ne nuk po na sjellin letërporosi autoritetet të huaja, që autoriteti huaj këtu amerikanët. 2 janë autoritetet të huaj që kanë një ndikim të jashtëzakonshëm në SPAK. Ambasada amerikane ose amerikanët, siç e quajmë zakonisht, dhe ambasada e Bashkimit Evropian. Autoritet të huaj tjetër nuk ka. E treta konsiderohet ambasada britanike, cilat përmes disa projekteve që ka realizuar brenda në SPAK ka një farë ndikimi, si thua.
por që të dy ndërkombëtarë që prokurorët e SPAK-ut dhe Altin Dumani i referon më tepër si ndërkombëtarët janë këto dy që të thash. Pastaj kemi çështjen e incenatorit. Altin Dumani erdhi me idenë që do të godiste edhe sa i përket incenatorin e Tiranës. Kemi një situatë ku incenatori i Elbasanit ka përfunduar procesi hetimor edhe gjyqësor, ku janë dënuar disa nga zyrtarët e lartë dhe anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, ndërkohë që kemi të njëjtën strategji edhe tek incenatori i Fierit. Ndërkohë që për sa i përket incenatorit të Tiranës nuk kemi as edhe një vendimarrje përveç një vendimarrje që të suksesshme për sa i përket sekuestrimit të aseteve dhe të kompanisë që ka fituar të drejtën koncesionare për ndërtuar incenatorin e Tiranës, dhe nuk kemi as edhe një arrestim qoftë nga Ministria e Ekonomisë, qoftë nga Ministria e Mjedisit, por qoftë edhe nga Bashkia e Tiranës për sa i përket procedurave koncesionare që janë marrë për ndërtimin e këtij incenatori. Pavarësisht se kontrata skadon në vitin 2026 në mos gaboj, sot e kësaj dite nuk kemi një themel, nuk kemi një gur themeli pikërisht në këtë incenator. Pavarësisht se Bashkia e Tiranës, pavarësisht se qeveria vazhdon të paguaj lekët e koncesionari me qëllim ndërtimin e këtij incenatori, çuditërisht aty është një lëndin e gjerë me barë, dhe nëse ti shkon dhe kontrollon fizikisht ka dhe një ser aty që është fituar nga AZBR-ja. Dakor, ka dhe një ser, po ku është incenatori, se lekët nuk pagohen për serën, pagohen për incenatorin. Nuk ke një grop, nuk ke një karabinat. Në çdo qytetar të shkojë, le më prokuror, po çdo qytetar të shkojë, nuk e gjen dot ku është gjurma e ndërtimit të incenatorit, se nuk ekziston, pavarësisht se fatura çdo muaj priten edhe pagohen. Ndërkohë që këta morën një vendim për sekuestër, për bllokimin e këtyre lekëve me qëllim që këto lekë i kalojnë zyrës Agjencisë Administrimit të Pasurive të sekuestruara, më the thash, por që këto i kalojnë në zyrës këto lekë. Tash e sikur t'i kalojnë zyrës, po incenatori ku do ndërtohet sepse qytetarët, në emër të qytetarëve është lidhur një kontratë me koncesionarin për ndërtimin e këtij incenatori me qëllim mbledhjen e mbetjeve urbane dhe pastrimin e qyteteve, ndërkohë që s'ka as edhe një mas. Pastaj kalojmë te çështjet e tjera që të mos zgjatet më të shumë, që janë çështje të cilat dashur pa dashur, ishte 5 orë seancë dhe madje shumë deputet ngelen edhe pa bërë pyetjet, dhe që besoj që do jetë akoma edhe seancë më gjatë kur zotëria në fjalë nëse do të arrijë atë periudhën e parashikimit të seancës parlamentare, sepse duhet të raportoj raportin vjetor edhe në seancën plenare të Kuvendit të Shqipërisë. Pra do jetë akoma dhe më e vështirë dhe do i përgjigjet jo sa janë ata diku te 19 apo 18 anëtar të komisionit, po do i përgjigjet thuajse kanë të drejtën 140 deputet. Ndaj them që pastaj ka dhe çështje tjera të cilat dashur për dashur kishin një karakter politik, dhe dashur për dashur e nxorën edhe nga situata institucionale, duke e kthyer në një njeri normal, siç ishte rasti i zonjës Kalaj që tha Ardiana atë punka. Sepse faktikisht Ardiana ne kemi parë çdo ditë në SPAK që ka bërë kallëzime penale dhe një pjesë të këtyre kallëzimeve dhe pjesën më dërmuese të kallëzimeve penale që zonja Entjali ka bërë për teatrin kombëtar. Dhe çuditërisht i ka bërë personalisht të bëra për Erion Velin dhe asnjë hetim për Erion Velin në këtë rast, te teatri kombëtar. Ndërkohë që hetimi për Erion Velin devijoi në një kanalizim tjetër. Pyetjen time. A ishte një seancë ku zhgënjyem me Altin Dumanin përfundimisht, apo ku përfundimisht u provua që Altin Dumani ka shërbyer ndaj Edi Ramës? E filloj me Adrianën, më pas Qyno. Atëherë, unë në fakt, nëse do ishte një seancë korrekte, nëse do ishte një seancë me të vërtetat, unë aty do zhgënjesha, sepse do ishte jashtë pritshmërive të mia. Ndërkohë, unë nuk u zhgënjeva as pak. Unë e prisja këto përgjigje dhe këto reagime jo vetëm të pabazuara në vetë punën e SPAK-ut, por janë reagime të cilat përveç se janë të instruktuara nga
kreu i organizatës kriminale Edi Rama, ai që komandon tashmë edhe kreun e SPAK-ut Altin Dumani, dhe ndërkohë që e gjithë performanca e tij e mbrëmshme ishte një gënjeshtër e madhe, një mashtrim i madh për publikun, përveç të vetmes gjë që tha të vërtet. Tha një të vërtet që këto 3 vite, tha, korrupsioni është shtuar. Tani ajë të bëjmë një analizë, pa u futur, sepse unë, duke qenë se kam bërë bashkë me kallëzimin ndaj Dumanit, që e bëra ditën e hënë, unë kam bërë 86 kallëzime penale, dhe secila ka peshën e vet, rëndësinë e vet, por unë pak më vonë do merrem në 3 kallëzimet më të rëndësishme. Në fakt janë 3 kallëzime që edhe mbrëm e nxorën pak nga vetja Altin Dumani, sepse nuk kishte arsye për të folur. Atëherë, nëse ne i qëndrojmë vetëm deklaratës së Dumanit se në këto 3 vite është rritur korrupsioni, atëherë hajti bëjmë një pyetje vetës. Vepra penale. Tha vete, pranoj vetë, është rritur korrupsioni. Kjo është e vetmja e vërtet që u tha mbrëm. E gjitha tjetra ishte mbrojtje e turpshme, e pamoralshme, dhe ishte propagandë. Vijonte në ato kuptimin, kjo bëhet, kjo nuk thuhet, këtë se them dot, këtë nuk e bëj dot, ndërkohë, nëse ne i referohemi vetëm kësaj thënie, atëherë kompetenca e kujt është hetimi i korrupsionit? Është kompetencë e SPAK-ut? Sigurisht. Atëherë, ekskluzivitet më tepër. Atëherë është 3 vjeçari i mandatit të Altin Dumanit. Pra, përveç se nuk ka bërë asnjë punë, është përkeqësuar. Atëherë, kush është garancia që i është dhënë drejtuesve të institucioneve, kryeministrit, zëvendës kryeministres dhe gjithë zyrtarëve më poshtë, që ata e kanë rritur korrupsionin? A është garancia që i ka thënë Altin Dumani unë nuk do ju prek? Dhe kjo është fakt. Pra, të rritet korrupsioni ndërkohë që ti ke një organ akuze që zbaton ligjin dhe kushtetutën, nuk shkojnë dot bashkë. Pra, ti ke një organ akuze i kthyer në organizat partnere të krimit organizuar, të grupit të strukturuar kriminal që drejtohet nga Edi Rama, me garancin që ne nuk do jo prekim dhe ju vazhdoni. Kështu që unë e mendoj që e gjitha ajo mbrëm, përveç se ishte një dështim i madh, përveç se nuk mendoj që ka zhgënjyer njerëz, se njerëzit e shohim çdo ditë se çfarë bën Altin Dumani për të sulmuar opozitën, për të sulmuar kreun e saj Sali Berisha, për të sulmuar gjithë krerët e opozitës, dhe ndërkohë është garancia më e madhe që asnjë gjë të mos shkoj ke zyra e kryeministrit. E përmendi me të drejtë Elton Qyna, që nga 31 dhjetori 2019 unë kam nisur kallëzimet penale në SPAK, pra sapo ishte ngritur SPAK-u, fillimisht me çështjen e teatrit. Ndërkohë që nisur nga fakti që çështja e teatrit ka ose implikon në mënyrën maksimale vetë Edi Ramën, ajo çështje me urdhër politik prej vitesh qëndron në sirtar. Ndërkohë që ne i themi bëj veprimet, si mund të rri një çështje nga 31 dhjetori 2019-s, pa asnjë veprim hetimor. I kemi çur kallëzime shtesë, asnjë lloj hetimi, asnjë lloj veprimi që të paktën ne të dimë që organi akuzës ka bërë këto veprime. Kështu që unë prandaj e mendoj që përveç se ishte një show i turpshëm, një propagandë zgjatuese e propagandës së Edi Ramës, dhe ndërkohë realisht nuk më pëlqeu gjuha e lakuar, e moderuar, e rrumbullakosur e disa deputetëve të opozitës, sepse secili deputet e di qëndrimin e vet ndaj institucioneve të ndryshme të drejtësisë, por nëse ti ngre akuza që Dumani është aty për t'i shërbyer Ramës, për t'i shërbyer krimit, për t'i shërbyer korrupsionit, duhet mbash në këndvështrimin tim një qëndrim më tashpër. Nëse unë do isha mbrëm në atë komision, unë o do t'a detyroja Dumanin të fliste me letra, me prova, ose unë nuk do t'a lejoja që Altin Dumani të vijonte, të bënte propagandën dhe përpara kujt, përpara 2 personave që janë me dosje të rënda, përpara ulsimanjës së dosjes 184, që do ta citoj pak më sipër, dhe
përpara Fatmir Gjafajt, që unë kam bërë kallëzim për pastrim parash, Direkt Fatmir Gjafaj? Direkt Fatmir Gjafaj me Armando Lilon, dosje e cila është regjistruar që në shtator të 2024-ës. Dhe ne nuk kemi asnjë informacion dhe asnjë hetim konkret nga Spaku. Pra, ka dy njerëz i kishte përballë që menaxhonin situatën dhe disa herë edhe dilnin në mbrojtje të Altin Dumani, se kishin hallë mos i prekeshin interesat, janë dy njerëzit më të korruptuar, dy njerëzit më të lidhur fort me krimin organizuar, dhe të cilët janë dhe dy njerëzit që kanë dosjet më të forta në SPAK. Qyno, për ty ishte fundi i SPAK-ut në aspektin publik, apo ishte menaxhim dëmi? Atëherë, për mua ishte një menaxhim dëmi, sepse dhe njëkohësisht edhe fundi në aspektin profesional dhe publik i Altin Dumanit, sepse ati mbaron mandati dhe nuk do ketë më luksin. Edhe pse ka folur për do ndalem dhe aty, edhe pse i mbaron mandati, nuk do ketë më luksin që të paraqitet në ato tryeza dhe të raportojë gjithë punën vjetore të institucioni që dashur pa dashur ka levat më të fuqishme sot në Shqipëri. Është një situatë ku ajo ndalë në disa pika mandatin, krimi zgjedhor, që e pranove që ishte një dështim, edhe këte përveç se pjesën e korupcione që është rasti më unikal në botë që në Shqipëri, që del prokurori i posaçëm i Republikës Shqipërisë dhe pranon që edhe pse hetimet intensive të guximshme të niveleve të larta, të niveleve të mesëm, të poshtëm, të niveleve djathtas apo majtas, sërish korupcioni në Shqipëri e pranove që ka një rritje. Dhe kjo është një dështim për sa i përket strukturës së tij. Si të mos më 3 vjeçarin që ai drejton SPAK. Dhe shkoi deri aty që tha që qytetarët nuk duhet kallëzojnë vetëm me emër korrupsioni, por duhet kallëzojnë dhe në mënyrë anonime. Pra, legjitimon Nesti Angonin dhe legjitimon veprimet tipike komuniste të sigurimit shtetit. Bëj letër vllai për vllajin, motra për motrën, xhaxhai për nipin, e ku digje unë, dhe pasaj kjo letër merret, le të jetë anonime dhe pasaj shqyrtohet nga prokurorët për të vepruar. E para, e dyta, unë ndjeva realisht... Po mi, kjo nuk është domosdoshmëri gjë e keqe, nëse ka prova. Po mund ta bëjë dhe vetë prokurori. Ata mund ta bëjë dhe vetë prokurori. Edhe ti mund të jesh prokuror. Se prandaj ligji të kërkon emër dhe mbiemër. Dhe nis një hetim për këtë duash ti, e bën letrën vetë. Po ligji e ka me emër. Të identifikohet personi. Përveç se të identifikohet, të thirret personi dhe të merret një rezume më e përgjithshme se kallëzim. Pra për të mbrojtur prezumimin e pafajësisë të qytetarëve. Normalisht ashtu çka kuptimi ka, hiq kodin e procedurës penale dhe vendos legjislaturën e Gestapos dhe pastaj shko merri rëmbej njerëzit, rëmbeja telefonat, rëmbej njerëzit, çoi aty te podrumi i Spakut dhe pastaj vazhdo punën ti sepse ti je në rregull. Ti s'mund të sillesh si një polic të tipit Edmond Koseni një herë një kohë. E mbani mend? Sigurisht. Që s'pyes as për prokuria, as për gjykata. Thoshte unë jam këtu drejtori i qarkut dhe unë do bëj çfarë të dua. Unë e sekuestroj kokainën dhe heroinën dhe unë vete e gjësoj ku të dua. Qoftë në lum, qoftë në krast, qoftë në krap, ku të dua vete e shkatroj. Dhe s'mbante as procedura as gjë. I mbani mend. Tash ti s'mund të sillesh në 99/2000. Sepse ka një standard, ka një procedurë, ka një rregull. Aq më tepër shihet dhe personi që ke përballë. Çfarë rrezikshmëri e ka ky? E para, e dyta, unë duhet të ndalem në 3 pika për sa i përket pyetjes që më bët juve. Ishte një dështim apo ishte një menaxhim dëmi. Faktikisht i qëndroj më tepër asaj të dytës sepse ai pranoi disa dështime që një nga dështimet kryesore dhe më spektakolare të tij dhe të institucionit të tij ishte task forca. Ai e ngriti me shumë bujë, e prezantovi me një pompozitet jashtëzakonshëm mediatik, do ndalem te mediat sepse dhe që nga janari 2025-s, ku e shpalosi platformën e task forcës, faktikisht ai ka qenë në epiqendrën e gjithë medias, në epiqendrën e gjithë politikës dhe epiqendrën e gjithë opinionit publik. Sigurisht që opinioni ushqehet edhe nga raportimi periodik i medias. Patjetër. Dhe që nga janari, siç thash, fillovi me projektet,
fillovi me takimet, fillovi me marrëveshjen me prokurorinë e përgjithshme, me KQZ-n, edhe me shumë instanca tjera, përfshirë dhe policinë. Dhe në fund, task forca e tij u ka tandis vetëm në disa raste sporadike të goditjes së elementëve elektoral të opozitës dhe të PSD-s, Partisë Social-Demokrate të Tom Doshit, duke bërë një rast në Kukës, disa raste në Shkodër dhe një rast në qytetin e Firit. Amnisti totale për PS-n dhe a thua se PS-ja dhe por edhe PD-ja, kur erdhi puna, nuk ishin vjedhur fare vota, ndërkohë që kjo u morë vetëm me brezin e poshtëm të partive të vogla. Pra, to raste. Aq më tepër që ishte një zhgënjim sepse e pompoi aq shumë situatën, fillovi të shkojë në prokurorinë e Fierit. Mban mend shkonte eskorta e tij në prokurorinë e Fierit dhe thoshte gjithë raportonin Altin Dumani në Fier i jep këshilla prokurorëve të Fierit dhe drejtuesit si të hetojnë krime zgjedhore. Po mi kush, domethënë, si vetë ti atje, vete në Shkodër, pastaj nga Shkodra vete në Lezhë. Si mund të shkosh dhe të japësh këshilla një prokurori i rrethit? Tash prokurori i rrethit çfarë është? Amator, studenti jot është që të shkosh ti dhe ti thosh, shikoni o çuna, t'ju mësoj unë dhe t'ju jap sa këshilla si ti bëjmë të gjëra. Gjë xhaxhin. Pra këto janë gjëra që nuk mund të ecin për një njeri dhe mund të pranohet për një jurist, për mua si gazetar që kam 20 vjet që e mbuloj atë institucion dhe pak a shumë i njoh edhe ata dhe këtë dhe që të gjithë dhe aq më tepër kur thoni ju që ata janë pavarur, po duan të raportojnë, po s'duan të raportojnë fare. Po duan të raportojnë nga ana njerëzore, po me ligjore ta bën shkresë na. Ky është ligji dhe thotë hajmë miru pafshim. Pastaj e treta që tham, që dhe e vuri theksin ishin presionet. Nëse dëgjuat, jo. Veçoj brenda dhe jashtë politikës, presionet shumë të forta. Tre element që çojnë presione shumë të forta për spakun dhe për prokurorën. Madje presione mediatike. Dhe tha, presionet politike, që ato janë më shumë retorika politike, në çdo vend të botës kur politikanët janë vënë në shënjestër të gjyqësorit apo në shënjestër të prokurorëve, ka gjithmonë retorik, Berlusconi e mbani mend se çfarë i bënte, më i famshmi, Trumpi që u bë presidenti i SBA-s kur ishte me 40 çështje në kurriz, prokurorët, gjyqtarët i bëri copa, madje edhe agjentët e FBI-s në Amerikë i bëri copa. Nuk e di se çfarë i quajti, lloj-lloj epitetesh i vuri dhe ai, ndërsa ata nuk dolën që të thonë që ky po na bën presion. Dhe akoma vazhdojnë që t'i sulmoj, edhe pse është presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Unë dalë te krimi që sigurisht që tha na vinë presione serioze dhe evidentojë disa raste, cilët ai ka dokumentuar dhe që unë e di shumë mirë se kush janë rastet. Janë ai serioze kërcënimet? Dy kanë qenë realisht serioze. Dhe kur ta them unë, mos e vërë në dyshim. Dy kanë qenë realisht serioze. Dy. Pastaj rastet tjera duket dhe prokurorët e tjerë më mirë se kush se cili më mirë se ata që kanë hallin nuk e di ti dhe unë, sepse ai që e ndjen realisht rrezikshmërinë, ai shton masat. Por kur shikoj unë si gazetar që shkoj dhe raportoj dhe monitoroj atë institucion në mënyrë të përditshme, që pjesa më e madhe e prokurorëve rinë pa bodyguard, të qetë, në për kafe, në për takime, qoftë zyrtare, jo zyrtare, do të thotë që s'kan kërcënime. Por dy realisht, në qenë realisht serioze. Tjetra pastaj është media. Tani, si mund të thua është dalësh aty dhe na vijnë presione nga mediat. Ndërkohë që nga periudha kur Altin Dumani është zgjedhur antar i SPAK-ut, ai e ka pasur median të tij. Të ti në thonjë sepse dashamirëse. Edhe ku ka qenë prokurori thjesht, e gjithë media, të gjithë gazetarët e kronikës së zezë përfshirë dhe mua kanë qenë dashamirës ndaj tij. Dhe askush si ka bërë presione aty. Aq më tepër kur u bë drejtuesi i SPAK-ut, që të gjithë për të bërë punën, jo vetëm gazetarët, por të gjithë taborët të lehtë edhe të rënd të sistemit mediatik në Shqipëri kanë qenë në favor të tij. Të gjithë. Është vërtet. Hiq ndonjë rast sporadik që ka bërë një shkrim kritik. Jo presion, kritik. Se të bësh kritik nuk është presion.
apo hiqni dhe rastin e Syrit, kur ka bërë disa investigime për sa i përket pasurisë të tij, po kjo nuk është. Shiko, Flavio, kjo nuk është presion, kjo është detyrë gazetare, sepse ai është një funksionar i lartë publik që paguhet nga taksat e qytetarëve shqiptar. Dhe ti si gazetare ke detyrimin që të ndjekësh dhe të monitorosh ulje ngritjen e pasurisë të tij. Por nëse një media është marrë me fëmijët, me gruan, me nipin, me xhaxhain, me goditjet në mbres, dhe ti atëherë këtë unë e quaj edhe nga ana profesionale ime presion. Por të thuash që media mua më ka bërë presion, po jo mëse media pandaj që të bëjë dhe retorikën kritike të një institucioni, të monitorojë një institucioni dhe të thotë, kjo po ndodh kështu, kjo po ndodh ashtu, kjo çështje nuk po ecën kështuja. Media, gazetarët, unë kam 20 vjet që raportoj për atë institucion dhe ndërveproj me të gjitha palët në proces, dhe me prokurorin, dhe me gjyqtarin, dhe me avokatin, dhe me të panderur. Ashtu siç bëj pjesën argumentuese ligjore të prokurorit, do bëj dhe pjesën argumentuese të avokatit. Dhe kjo nuk është presion i imi ndaj atij. Përkundra dhe ai thash, ai ka pas të gjitha taborët. Do të mësuar me pyetje si Zeqineja, pse e ka qenë mirë? Të gjitha taborët I ka pasur në krah. Madje përkundrazit, që ta mbyll. Altin Dumani është një drejtues I prokurisë posaçme I vetëm deri më sot në Shqipëri që ka bërë presion medias dhe jo mediat. Sepse unë jam një nga ata që e kam ngrënë në kurisë, edhe kolegu jon, Artan Hoxha që e ka ngrënë në kurisë. Dhe sot e kësaj dite jemi me çështje të hapura në SPAK. Tash kush e ka bërë presion? E kemi bërë ne apo e ka bërë ai? Duke shfrytzuar volën e shtetit. Sepse nëse e kemi bërë ne, presionin atëherë në çfarë forme e kemi bërë presionin ne? E kemi bërë presionin në forma familjare, e kemi bërë presionin te çështjet, sepse unë do shkruaj për çështjet. Për çështjen tënde unë do shkruaj, sepse çështja jote ka një interes të madh publik, krimi organizuar, korrupsioni. Dhe unë do të jap edhe një provë kundër, edhe një provë të sjellë një fakt shtesë për atë çështje. Po këtë do ta sjell nëpërmjet raportimit, nuk mund ta sjell nëpërmjet aksesit anonim, anonim apo spekulimit. Aq më tepër që edhe vetë unë si person, se s'duhet që ta marr dhe të flas për çështjen time asnjëherë në këtë pjesë, shkrimet e mia, raportimet e mia asnjëherë nuk janë konstatuar si pasakta nga SPAK. Të gjitha kanë qenë sakta, pavarësisht se janë bërë gjëra të tjera. Kanë qenë më të sakta se ç'duhet. Edhe ky është problemi fillestar. Kanë prekur interesa. Tani, Kalaja, një gjë që mund të bëj përshtypje nga, le të themi, një transkript që I kanë bërë kolegët e redaksisë ka fshehur deklaratave të Dumanit është një fjali që e gjen shpesh. Nuk e din çfarë fazë është hetimi, nuk kam të dhëna ka filluar procedimi penal, është në fazë hetimi para prag, no comment, nuk mund të them asgjë, nuk jam shumë informuar, nuk je ti shumë informuar, I thot Gjingjonit në një moment. Jemi për Ekoparkun, tha vetëm që është drejt fundit, por do ndalem edhe ke Ekoparku. Por nuk ja do të informacione më shumë, nuk kam informacion më shumë, nuk e njoh çështjen, nuk kam për të ndarë gjë me ju për Arubën, ca reagimet mrekullueshme që më tepër se reagime më duket ndoshta si qëllimin vetvete për të mos praktikisht po thoshte nuk do jetojmë këto gjëra që ju shqetësojnë juve vërtet. Tani, këto janë, prandaj thash që e gjithë performanca e tij e djeshme ishte jo vetëm si lamtumire e keqe. Një lamtumire e keqe, po mbi të gjitha vërtetoj gjithë akuzat që kemi ngritur, unë, opozita dhe gjithë me radhë. Unë dua t'i marrë të gjitha këto gjërat që ai tha, edhe atë acarimin e momentit. Ta gjem pak atë se është e rrallë ta dëgjosh një kryeprokuror të nxehtë. Po jo, shikojni, I ka ulur. Unë kam qef ju ta filloni sepse Tedi Blushi e akuzon bazuar në kallëzimin tim penal. Unë më fal, nga kjo studio e nderuar, I bëj sfidë publike. Unë I them më nxirr ku është kallëzimi im penal datë 21 mars 2025. Unë s'po I kërkoj asgjë, se fillimisht më thot, nuk t'jap informacion, se ka shumë rëndësi kjo për publikun. Nuk t'jap informacion, thot, sepse informacionin do t'ja jap Gazmend Bardit. I nderuar, në mënyrë procedurale Eltoni e di.
Po unë jam dhe unë kallëzuese përveç Gazbardit. Pra unë I them, ti zotri, mos më jep mu informacion për Gazbardin. Ti më jep informacion për kallëzimin tim. Dhe ndërkohë, unë I bëj 4 kërkesa dhe ai nuk më kthen përgjigje. Edhe kur e kthen përgjigjen e kthen te afatit 10 ditor, që është përdorim I detyre, dhe në përgjigjen e fundit, detaje këto. Pra në përgjigjen e fundit, ai kujtohet që të më kthej përgjigje, po kundra vetes vet që kishte thënë dikur, dhe më thot, kallëzimi I bërë, thot, nga zoti Gazbardi, ka numër kaq, datë kaq. Ndërkohë unë nuk e pyes fare për atë, se më ka thënë vet që atë do t'ja jap Gazbardit. Atëherë unë I them, ku është kallëzimi im? A është bashkuar me dosjen kryesore? Sepse është fakt që ky hetim, po flasim për çështjen e Megonigalit, ka nisur kryesisht nga Spaku dhe ka disa mënyra, Eltoni e di, ose kallëzimet shtesë bashkohen ke kallëzimi I parë, pra që është kallëzimi që ka filluar kryesisht, po të marrë një rast precedent, rasti I 5D-s. Edhe rasti I 5D-s, me inicimin e nestëve angonve, ka filluar kryesisht nga Spaku dhe kallëzimi I Belind Këlliçit është bashkuar me atë kallëzim penal. Do rast tjetër është rasti I Agron Malajt. Kallëzimi I parë është bërë nga zoti Noka, sepse ne nuk ishim as logo as vul në 2023-shin, dhe 3 kallëzimet e tjera që kam bërë unë janë bashkuar me kallëzimin e parë. Kjo është procedura qoftë për teatrin kombëtar, sa herë ne kemi çuar kallëzime për deri tani shkel procedurën. Është shkel procedura. Po, është shkel procedura sepse ti për sa kohë që nuk merr vendim mos fillimi për kallëzimin tim, ti duhet ma japësh vendimin e mos fillimit, po ka afat 15 ditë, ka kaluar ai afat. Pra, unë them, o e ke regjistruar, ose e ke zhdukur. Fakti që ti nga marsi deri në shtator, përgjigja e fundit ka ardhur 3 tetor, po marr fundin e shtatorit. Nuk më jep përgjigje për dosjen time, sepse për fatin tim të mirë, un kam dhe mandatin postar, kam dhe kallëzimin penal, dhe unë I them, zotri më jep përgjigje për këtë kallëzim penal, sepse ato enkas, qoftë kallëzimin e vet Gjoja kryesisht, qoftë kallëzimin e Gazbardit, po e linin aty që të kalonin dhe afatet, dhe kallëzimi im shtesë I bërë me 21 mars 2025, I nxori jashtë skeme. Pra, ai është vënë në vështirësi reale dhe aq më shumë që unë përveç se e sfidoj nga kjo studio, unë I them të riqet se I gjithë informacioni I ka shkuar institucioneve lisbatuese amerikane dhe ambasadës amerikane. Pse? Sepse unë nuk Pse ka rëndësi ky fakt? Po ka shumë rëndësi, sepse është një çështje që nuk prek vetëm kryeministrin shqiptar. Është një çështje që me veprimet dhe mos veprimet e veta, kryeministri shqiptar në bashkëpunim me Charles Megonigal ka cënuar sigurinë kombëtare të Amerikës. Dhe këtë e thojnë vetë hetimet në shtetin amerikan. Këtë e thojnë vetë hetimet që kanë rifilluar tashmë prap për Charles Megonigal. Edhe pse se pranojnë që kanë rifilluar. Po, si tham, presim fundin sepse gjithmonë ka një fund lumtur dhe fundi do jetë shumë I lumtur për ne, po nuk do të jetë as pak I lumtur, sepse fundin ja dhan ato. Ti e pe shumë mirë. Nëse Dumani do kishte performuar mirë, do kishte fund tjetër. Fundin Amerika dha që kur shkoi në Amerikë. Që nuk e priti ai që duhet ta priste, ja dha dhe ngarkuara me punë dhe I dha 3 pika. 3 pika kryesore. Kartelet e drogës, krimi organizuar dhe pastrimi I parave. Dhe të 3 këto pikat që ai I anashkaloi dje, Arubën nuk e njifte, bankat nuk pastrojnë parat, ndërtimi nuk pastro parat, kjo është në hetim, kjo është drejt mbylljes. Kush është drejt mbylljes? Ekoparku. Ai ta marrim. Ekoparku është drejt mbylljes? Unë kam informacioni që edhe Ekoparku do t'i ngarkohet Alqi Bllakut. Edhe Ekoparku. Edhe Ekoparku. Atëre unë prap I bëj. E çik dhe hajde tër koka pra. Atëre unë
mund ta haj prap dhe tërkoka, sepse unë them inshallah nuk hapet në incinerator në Ballkanin Perëndimor se Alqi Bllako me Lefter Kokën do përgjigjen. Atëre të bëj dy pyetje unë për Ekoparkun. Apo hetohet vajza e kryeministrit o thjeshtra? Po. Vajza e lindës me 3 mbiemra. Po, s'ka. Sepse gjithë gratë kryeministrit. Adriana mos unë me këto komente. Dhe e dyta, që ka shumë rëndësi me këtë çështje, Eltoni e di, apo hetohet shoqëria Victoria Invest, përfituesja e tenderit 19 milion euro, bashkë me një kompani italiane që nuk kam arsye. Dhe a ka deklaruar ndonjëherë në SPAK lidhjet e Altin Dumanit me shoqërinë Victoria Invest? Shumë shpejt unë do t'i bëj publike. Pra ka konflikt interesi. Pra ka konflikt të pastër interesi dhe ju siguroj që nëse ka një ndërhyrje brenda SPAK-ut në mbrojtje të kësaj afere dhe për ta çuar ke personat fundor, ai është Altin Dumani. Për këtë aferë, përgjigjës kryesor është Altin Dumani. Çfarë tha tjetër? Nuk e kam iden, tha, të pastrimit të parave. Po, s'ka bankat, një rast vjetë si vjetë më dobet, tha. A ka më të letë që të dali vetëm në qendër të Tiranës dhe të bëj një hetim të gjithë ndërtimeve të kullave që janë bërë aty. Unë në kallëzimin tim penal, që kam bërë, që kam ngrit problemin e Arubës, që kam ngrit problemin e pastrimit parave, unë i kam bërë disa pyetje SPAK-ut, që nëpërmjet pyetjeve të hetohet edhe kjo çështja e pastrimit parave. Unë i them pse të gjithë lejet e ndërtimit që jep Edi Rama dhe në shumicën e rasteve firmose dhe nga Belinda Balluku, e dikush janë kompanit projektuese i nderuar, janë kompanit huaja, të cilat emreja të bënomen. Janë në listën e kryeministrit dhe nëse Flavio shkon të kërkoj një leje ndërtimi, përveç kushteve të tjera korruptive që i vjen, dhe i thohet merre këtë studion. Nga këtu të filloj Altin Dumani hetimin dhe do shikoj se çfarë gangrene ka Tirana dhe Shqipëria në lidhje me pastrimin e parave të pista në ndërtim dhe jo vetëm. Në qartë. Edhe se prokurori e Ekoparkut është Klod Brau, që ishte në krah të Dumanit. Po Klod Brau është në konflikt të vetë interesit, sepse ka dhe ky konflikt interesi. Sërisht unë po bëj një deklarat tjetër. Ju e dini shumë mirë që unë kam marrë në dispozicion dosjet e vettingut të Irena Gjokës. Dhe unë i kam marrë sipas ligjit, sepse ligji thot në moment që përfundon një dosje, ajo më mund të jepet personave të legjitimuar që bëjnë kërkesë. Është bërë një reprezalje ndaj drejtorit të arkivës për shkak të këtyre dosjeve, sepse megjithëse ai më ka dhënë me përqimin e KLG-s, faktet drithëruese që kemi gjetur tek dosja Irena Gjokës ka ngritur në këmbë jo vetëm Irena Gjokën, por edhe komisionerin i cili e ka gjobitur drejtorin me 8 milion lekë të vjetra gjob. Ndërkohë që unë kam 1 vit e gjysmë që i kërkoj Këshillit të Lartë të Prokurorisë të më vënë dispozicion dosjen e vettingut. A e kanë kaluar sipas ligjit tonë. Atëre, unë kam kërkuar dosjen e Dumanit, dosjen e Klod Brahos, dosjen e Arben Krahës dhe dosjen e Krajës dhe dosjen e Enkeleda Milonait. Tani, prej 1 viti e gjysmë, ata njëherë s'kthejnë përgjigje, njëherë kthejnë përgjigje se i ka KPK-ja dhe në fund e di çam sollën? Më sollën 4 vendimet e KPK-s dhe të KPA-s, të cilat janë në sistem. Ato futesh në sistem, unë kam nevojë për ato vendime. Ato shmangën pra pyetjen. Të kalojmë. Kjo është e fundit nga ju. Të lutem se janë 2 gjëra që janë shumë të rëndësishme. Atëre, do të kalojmë ke Irena Gjoka. Çfarë tha? Për cilën tha ja se kam të zbardhur këtu. E fundit. Është në hetim, tha. Është në fazë hetimi para prag. Nuk ka informacione më shumë, po kryen veprimet e nevojshme. Atëre, çfarë ka lidhje me Irena Gjokën? E para njerë veprimi arbitrar është që ky kallëzim penal nuk është regjistruar në emër të Irena Gjokës, po është regjistrim ose procedim penal pa emër, pavarësisht se ne kemi çuar gjithë provat mbi të gjitha dënimin penal dhe kemi çuar edhe shkresën
që ka ardhur në korrik në Prokurorinë e Përgjithshme, ku thuhet që Irena Gjoka rezulton e dënuar dhe vendimi që ne kemi pasqyruar dhe që ka bërë publik zoti Berisha është autentik. Tani të kalojmë ke çështja e fundit me qenë se Ceku dhe Eltoni dhe që ka shumë rëndësi që është krimi zgjedhor, me qenë se u pompua shumë pjesa e task force-s dhe e krimit zgjedhor. Unë nga kjo studio mban mend që bëra deklaratën që do shkoj të bëj kallëzim penal për dosjen 184. Unë kisha siguruar prova rënqethse për dosjen 184, prova të cilat ju i keni dhe të disponuara nga unë, ku vërtetohet se në përgjimet e dosjes 184, përveç Ursi Manjës që drejtonte dje atë debatin e turpshëm, është dhe bashkëshorti i ish drejtueses së prokurorisë Dibër. Esmeralda Keshi u promovua nga Ursi Manjo se mbylli këtë dosje në KLP dhe në kundërshtim me ligjin nga KLP-ja kalon në Prokurorinë e Tiranës, që thot ligji brenda 3 viteve nuk kanë rritje në karrierë për prokurorët dhe gjyqtarët që janë në KLP dhe KLG. Kush është e reja që unë kam çuar në këto dosje dhe që nuk është administruar në dosjen bazë, sepse këtë diskutojnë këto që është çështje që po hetohet. Po gjykohet në apel, se tani dosja 184 është në apel. Unë kam çuar një video dhe një vendim përgjimi që i korespondon bashkëshortit, po si diafamshme, dhe vendimi i përgjimit, që është miratuar nga gjykata, që vërteton se në këtë video apo në këtë aferë kriminale, korruptive të vjedhjes votave në Dibër në 2016, me sa kujtoj, ka qenë dhe bashkëshorti i Esmeralda Keshit. Tani, pyetja që çoj unë dhe që kam ngritur edhe në kallëzimin penal është që a është verifikuar figura e këtij shtetasi për sa kohë që ky e diku është sot? Gentian Keshi sot është agent i BKH-s. Dhe si mund të hetoj ky agent i BKH-s Ursi Manjën, Fatmir Xhafën apo tjetrin deri ke Edi Rama, për sa kohë që këto e kanë çuar aty për t'i shërbyer. Dhe kush ka qenë kryetari i komisionit vlerësimit figurës për Gentian Keshin? Ka qenë vetë Altin Dumani. Dhe Esmeralda Keshi, për të mos shprehur haptas konfliktin e interesit, ka dhënë dorëheqje kur u votua Altin Dumani. Ka dhënë dorëheqje se ka thënë bashkëshorti im po konkuron për agent të BKH-s dhe unë nuk mund t'jem pjesë e votimit të Altin Dumanit. Pra, këto janë fakte që Altin Dumani i kishte aty, shpërdorim i pastër, jo më jo, janë veprime që pengojnë zbulimin e zvërtetës dhe kjo është një vepër penale shumë e rëndë për cilën do mbajnë përgjegjësi qoftë Altin Dumani për çështjen me Gonigal, qoftë dhe Ursi Manja për çështjen e Irena Gjokës. Qyno për ta mbyllur. Çfarë prokurorie kemi nga sot në vazhdim? Dhe a janë më heronjtë të fëmijëve tanë? Është pyetja ime preferuar kjo. Tani heronjtë të fëmijëve tanë jemi ne, që kemi bërë tani mos kalojmë tek situata groteske të njëjtë kohëve që njëri kohë se s'ka bërë 5 vjet. Altini është heroi i fëmijëve të tij. Unë jam i fëmijëve. Ju jeni heroi i fëmijëve tuaj, tash këto janë gjëra që ishim për konsum qesharak mediatik. Dikush që s'ka fëmijë. Po jo më e tha dikush që s'ka fëmijë. Edhe aq më tepër kur thot Ardiana e tha dikush që se di çfarë është fëmia. Duhet ta prekësh fëmijën, pastaj ta ndihesh veten hero. Është shumë gjë e madhe fëmia. Kush është bërë me fëmijë? Tash që dalte pyetja. Bëj një parantezë. Po. Kur krijuan SPAK-un dhe reformën drejtësi, pavarësisht se ne këtu se prekim reformën, se reforma ka dështuar totalisht. Ka përshtypjen se ka një datë mbarimi reforma. Totalisht, nuk e di. Edhe SPAK-u do vi në një kohë që u ngritet si ai dinosauri dhe dal ngadalë do shkrihet dhe do zhduket. Fiksi dinosauri. Por që këta na thollën një projekt të tipit Singapori, që është një nga projektet e drejtësisë dhe të luftës kundër korrupsionit më të me eficiente në botë, që ka vazhdon të jetë
pikë reperimi për shumë vende. Sepse nga një vend super i korruptuar dhe pilon të drogë dhe i mbaruar, i varfër, shkojnë në nivele shumë të larta dhe që ka statistikat më të ulta të korrupsionit në botë. Që hynë tek vendet norvegjeze dhe vendet suedeze, me këto konkuron sot skandinave. Ndërkohë që në u paraqit kjo situatë me spaku, në një gjë si me rastin e Singaporit, dhe vim sot pas 6 vjetësh, se në 18 mbushen 6 vjetë që kemi themeluar spaku. Jemi në nivel afrikan. Dhe vjen, mi që jenë në nivel afrikan, por ti sot s'mbaron dot një gjyq, mi që s'mbaron dot një gjyq, po ti sot të del drejtuesi spaku dhe thotë që ne kemi luftu korrupsionin, por çuditërisht korrupsioni është rritur. Pra ti, jo që se ke kap nivelin e Singaporit, po as je afruar, nuk ke hyrë fare në ato autostradë që ti afrohesh. Ke hyrë në qërë sokak dhe nuk dim se ku po shkojmë. E para. E dyta është çështja e mandatit. Që ai e preku shumë dhe ke mungulte mandatin. Do zgjatjen mandatit të 9 vjeçarit, nuk do mandatin 3 vjeçar, do mandatin në 9 vjeçar. Dhe dha disa argumenta që tha çështjet hetimore që duan kohë, kërcënimet, eksperiencat, profesionit dhe 11 prokurorë që i mbarojnë. Tani, pyetja shtrohet, ta 11 kur hynë që në fillim, pse se ngritën këtë që në fillim, që shikon, ne do hymë këtu, por ne s'kemi mandat. Sepse ne do bëjmë për 9 vjet një reprezalje, një luftë shumë të madhe, do të marrëm kërcënime, por ta thanë të hymë njerë, pastaj të shohim si fiks si në Shqipëri që reforma në drejtësi ka lënë dhe këtë që kushdo që hynë në këto institucione, merr një post, si te gjykata, si te KLD-ja, si te KLP-ja, mbaron mandati. Jo, bëjmë padira në administrative që të zgjasin mandatin. Bëjnë lloj kleçkas. Këtë gjë po bëhet në gjykatë të lartë, kjo gjë po bëhet në gjykatë kushtetuese, tash kjo gjë po bëhet. Tani ti si mund të thosh që ne kemi hetime dhe s'mund të hikim. Po mirë, mund të vinë prokurorë tjerë që kanë ambicje më të madhe se këta. Mund t'jenë më tafë se këta. Mund t'jenë më tafë, mund t'jenë me kemë më tokë, më trima. Dhe pa dyshimi që mund të çojnë dhe çështjet më përpara se këta. Pra ti duhet të lësh vendin dhe të provosh dhe prokurorë tjerë. E para, e dyta, si mund të thosh tash që ne kemi që 9 vjet dhe kemi marrë një eksperiencë dhe kemi trajnuar nga amerikanët dhe s'mund të shkojmë ne në prokurori të jetojmë vjedhje dhe më fal. Po ti nga ke ardhur? Ti nga vjedhjet ka ardhur. Në prokurori të apelit vjedhje mbronte, vjedhje energjie, drejtimi i mirit pa patent dhe në gjendje të deur. Pra, atje gati 60% prokurorëve kanë ardhur nga prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm dhe kanë hetuar vjedhjet, hiq një 40% që vinë nga krimet e rënda, që kanë hetu grupe kriminale, kanë një CV vërtet, do me thënë se përsa i përket karrierës së tyre dhe eksperiencës, por dhe trajnime. Por dhe që ti s'mund t'i thush mos na hiqni ne për 9 vjet, pra na ishtoni dhe 9 vjet tjera, sepse ne kemi hetime në dorë. Dhe ti 5 vjet ke që e mban Ervin Prifti në dorë. Mjekun një nga kirurgët më të mirë, 5 vjet. Tash i do dhe 9 vjet që ta mbash dhe 9 vjet Ervin Prifti në dorë. 3 vjet po më mban mua. Që kur ka marrë mandatin, është marrë vetëm me mua. Dhe me kolegun tjetër. Tash i do dhe 9 vjet që të vazhdosh të merresh edhe me ne akoma. Tani kjo s'ka ndodhur ndonjëherë. Tash, okej, 9 vjet, ke të mirat të këqijat e tua, ke bërë një punë jashtëzakonisht në një drejtim, ke dështuar në disa drejtime të tjera, lerja radhën Flavios do vi, Flavio ta provojmë mirë Flavio si punon, se edhe Flavio është një prokuror karriere, ambicios, rrogën e do të lartë sepse ka dha i fëmijët dhe duke qenë se duhet të jetë heroi fëmijëve të tij së pari dhe pastaj fëmijët tan, do dhe ai të shkollojë fëmijët. Të flasëm hapur si që është realitet. Ka që kështë, e di që do dhe një fjalim, me ty nuk maron kur ke historit, Jo, me qënë se dje, dha interpelancë edhe drejtuesi i prokurorisë përgjithshme, dhe në fakt, në 2 momente, mua më bëri shumë përshtypje sepse publiku qardazi edhe nga propaganda është fokusuar ke spaku, por ndërkohë që janë prokurorit e jurisdiksionit përgjithshëm, ashtu që janë njerë hallë dhe probleme që cekin qytetarët e thjesht dhe që sot si që di dhe Eltoni, është një ngangrenë e madhe me çështjet penale, jo vetëm në rrethe, po në apel apo në gjykatën e lartë.
A i tha një problem shqetësus përveç të tjerave, që unë fakt e përgëzoj për kurajon, që shumë prokuror shkojnë dhe ankohen apo marrin konsulta në për ambasada. Dhe unë për ta mbyllur, sepse ka shkuar edhe Artur Metani, që gënjeu dhe ai para 2 ditësh, ka shkuar dhe është ankuar për Edi Ramën ke ambasada amerikane, por unë i them të gjithë tyre prokurorëve, gjyqtarëve, që përpara ligjit duhet vënë integritetin e figurës tyre. Nëse këta nuk kanë këllqe për të dhënë vendime, për të arrestuar njerëz që kanë bërë krime dhe korrupsion, le t'japin dorëheqje. Nëse këto do vijojnë të shkojnë, të qahen, të ankohen në për ambasada, në Shqipëri nuk do ketë kur drejtësi. Publicitet.